Le të mos falemi farisianisht o vëllezër, se ai që lartëson veten e tij do të porulet. Le të porulemi si publikani përpara Perëndisë me agjerim, duke thirrur: "Ki mëshirë për ne mëkatarët o Perëndi." Fariseu, i mundur nga lavdidashja e rreme dhe publikani i jepur nga pendimi, të erdhën ty Zotit të vetëm, por njeri duke mburrur u privua nga të mirat, ndërsa tjetri duke mos folur u dënsua për dhurata. Me këto pëshërtima përforcom o Krisht Perëndi si njeri dashës. O Zoti i tërpushtetshëm, e di sa forcë kanë lotët, sepse Ezekian e ngritë nga dyert e vdekjes, mëkataren e çliruan nga fajt kronike, ndërsa doganirin e drejtësuan mbi fariseun. Të lutem pra, si të më numërosh tokë me ta, më shirom. Duke qenë sytë e mi të rënduar prej palistive të mia, nuk mund t'i ngre e të shoh eterin, po pritëm të penduar si publikanin o shpëtimtar dhe më shirom. Tempull dhe derje, pallat dhe froni mbretit o virgjëresh e gjithë nderuar. Me anën e së cilës shpërblyesin Zoti Krisht, ndriti mbi ata që flinin errësirë, duke qenë diell drejtësie dhe duke dashur të ndërçojë ata që gatoj me dorën e vet pas ikonës së tij. Prandaj, o i gjithë himnuar, duke pasur përpara tij guxim nënor, ndërmjeto pa pushuar që të shpëtohen shpirtrat tanë. Me parabol na drejton Krishti gjithë ne, që ta ndreqim jetën tonë. Doganirin lart e ngre nga porulësia pra, e shfaq krenaria fariseun qartë ullët keq. Me që sherënit të tmerrshme prej krenarisë dhe çmim prej porulësisë që çon lart, urrejti e ki për mëkatin farisian edhe ziliki të mirat që kishte gramlesi. Të mirat mbar i zbraz marrëzia krejt, ndërsa me porulësi çdo e keq e bie poshtë. Ndaj ta duam qartësisht besnik ta neveritim sjelljen lavdidashse. Mbreti çdo gjë e donte që nxënësit të mos kishin burrë hiç. I mësonte pra ata dhe i nxiste të kishin porulje dhe pëshertim si ta gramlesi. Me pëshertima dhe vujtje pa pushim, por si publikani Zot, për dëllimit të andi vit pra tani, më dhe mshuro dhe mua që tashmë po jetoj porulësisht dhe thjesht. O zonjë, ty të besoj mendje, frym, trup, pritje, shpirt, vullnet, kështu më çliro dhe më shpëto nga çdo ngasje, çdo armik i tmerrshëm, çdo kërcënim i arshëm dhe nga çdo dënim. Si në stere, Izraeli kaloi lehtë dhe më këm, duke parë faraonin ndjeksin mbrapa gjurmëve të tij, të zhytej, thërriste, Zotit i këndojmë këngë mundse. Nga plera kafshësh dhe çdo ves ngrihet çdo i porulur, ndërsa bie prej latërsisë të merr çdo krye lart. Pra prej virtytit, ndaj ne le ta shmangim sjelljen e tij plotvese. E rremja lavdidashjes zbraz çdo drejtësi të pasur, po porula shpërbën shumicën e pasioneve. O shpëtimtar, imitojmë doganierin, shfaqna dhe ne tokë me të. Si ta gramlesi dhe ne, duke goditur gjoksin Perëndi dhe Zot, me katanik të rasim pra, të vi keq, falna ne mëkatarat që si ky të ndihemi. Besnik, të fitojmë zell, arritje butësie, të jetojmë porulësisht me qarje, pëshertim prej zemre, me lutje, kështu do të marrim ndjes prej Perëndis Zot. Të flakim çdo vëllim të madh pra që ka fudulleku dhe marrësie të frikshme, madhështime në veri dhe arrogancën plotmerr dhe pa vend të fariseut ndaj Zotit. Por ikja jone vetme je, o të lirë, ndaj ka mu besim të ti, të mos bie nga e mira shpres, për krajën tënde ta gjej, të shpëtoj nga çdo dëm i së keqes pra. Nuk ka të shenjtë pra si ti, o Perëndia im dhe Zot, që e ngrit e lart bririn e besnikëve të tu, dhe na forcove të gjithë o i mirë, bigurin e pohimit tënd. Porulja e ngriti të ngrysin fort publikan që ish plot turp dhe kryes të thirri, për mua qyqën të vi keq, por fariseun folës me të madhe e hodhi mburre nga drejtësia. Por të mirat të kemi pra zell dhe nga të këqijat ne të largohemi. Porulja dikur e ngriti ta gramlesin lart, se thirri me qarje të vi keq dhe e drejtësoj, ta imitojmë gjithë ne pra që ram, thellësisht në të keqe. Prej thellësisë së zemrës, shpëtimtarit i themi me zë: bën faj, na fal, o i vetmi njeri dashës. O zonjë, pranoj shpejt lutjet që ty të ofrojmë, blatoj këto te byri yt dhe Perëndia, o e panjollshme zonjë, nga çdo rrezik, nevojë, sa të ti rendin ngrihi. Kurthe dhe arrogancët e armiqve të pafe që kundër ne shamatosen, mposhti o e pastër krejt. Fjala, pasi u porul deri në formë shëbëtori, e tregoi porulsinë si udhë të shkëlqyer ngritjeje. Çdo kush që emiton atë, lartësohet duke porulur. Fariseu i drejt u lartësua, ndaj ra poshtë, ndërsa doganiri i mbushur me mori të këqijash u porul,
ndaj u lartësua duke u drejtësuar pa pritur. Budallallëku shfaq shkak varfërie nga pasuria e virtyteve, ndërsa nga ana tjetër përullësia shkak përfitim drejtësie nga mospasja e skamshme. Atë ta zotërojmë. O Zot, parathes se patjetër u kundërvihesh kur e lardhve dhe u jep të përullëve hirin tënd. Tani që përullëm, na dërgo hirin tënd o shpëtimtar. Zoti shpëtimtar, duke na ngjitur përgjithmonë drejt lartësimit të hyjshëm, tregoi përullësinë që shkakton lartësim, se i lau mirë me duart e tij këmbët e nxënësve. Por derisa u vigjeresh, linde dritën e paafrueshme, shpërbëi errësirën e shpirtit tim me lavë ndriçues dhe drejtoi jetën time në udhë shpëtimi. Fuqia ime e Krishti, Perëndia është, psalme mendje të pastër edhe thërret, siç e meriton pra Zoti, kisha jon e vyrë fort dhe feston në Krishtin me hare. Le të nxitojmë, të imitojmë virtytet e fariseut dhe të kemi zili për ulësinë e doganierit, duke u rryer absurditetin që kishte secili prej tyre, pra marrëzinë dhe prishjen për shkak të shkeljeve. Udha e drejtësisë u zbulua si boshe kur fariseu e bashkoi me egoizmin, ndërsa publikani, pasi fitoi si shoqëruese për ulësinë, e shfaqi virtyt lartësues. Fariseu mendonte se kur vraponte në virtyte si karrocier, por ta grambllesi pasi e lidhi keqartën me përullësinë, edhe pse këmbësor, parakaloi karrocën që lëkundej dhe arriti mirë para saj. Pasi ta zhvillojmë të gjithë në mendje paravolinë e doganierit, e janë ta kemi zili me lot atë, duke i sjell Perëndis shpirt të dërmuar dhe duke kërkuar ndjesën e mëkateve. O të mençur, le ta zmbrapsim mënyrën e fariseut e cila ishte kryelart, dashakeqe, egoiste, arrogante, e tmerrshme dhe fodulle, që të mos vishemi nga hiri hynor. O e mirë, na dërgo shkup fuqie gjithë neve që përikim te ti, na bëj të mizotërohem në mes të tëra miqve dhe na ruaj nga çdo dëm. Me dritë hynore i miri ti, shpirtrat atyre që pëmungojnë me mall për ty, shëndriti, të njohin fjalë e Perëndis, Zot vërtet, që rithërret nga mjegulla e mëkateve. Vrapuan së bashku dy si në stadium në jetë, një farise, një doganier, por u zhyt njeri plotur dhe u hodh poshtë nga idiotësia tmerr dhe shpëtoi pra tjetri me përulësi. Ne, duke arritur mirë përfundim në drejtësi në jetë, le ta imitojmë, pra ta kemi zili shpirtin doganor, të kemi jetë fare larg nga çdo fyrje, plot neveri farisiane, të kemi jetë fare larg nga çdo fryrje, plot neveri farisiane. Ta kemi zili sjelljen e Isujt shpëtimtar, për ursinë e tij, krejt ne që for duam të gjejmë sukses shumë lart fushim pafund plot me gaz, kur të rrim në vendin e të gjallëve. E shfaqet të nxënësit që e kisha u Krisht Zot për ursinë që lart na çon, kur e ngjeshe përparse në mes dhe u lave krejt këmbët pra, dhe i bëre ta imitonin sjelljen drejt. Jetesën e kishin veç, fariseu me virtyt dhe publikani plot mëkat, por nga fryrja e çmendur, përsoi keq, ra njeri dhe lart u ngjit tjetri, kur i përull në mendim u shfaq. Në jetë pa djallëzi, lakurish në thjeshtësi isha gatuar, po me rob faj, me trashësim ishi vajz pra, më vishi armiku im, por shpëtojmë tani me ndërmjetimin tënd. Ja detin e jetës tash e shikoj të ngrihet prej furtune ngasish ashpërsisht, te limani yt shumë i qetë rend edhe të therras. Ma ngri shpirtin tim më shiplot nga prishja pra. Fariseu fliste lart kot, ndaj të ikim dhe purule me rënkim që ta gramblesi prakish, le ta mësojmë. Shpëtimtari Zot, le t'i thrasim, i vetmi i mirë, na fal. Le t'i sjellëm Perëndis pra pësherëtim publikani, le t'i bëjmë me tani ne mëkatarët por si Zot, se ky doj që tërë njerëzit të shpëtojnë, ndjes jep dhe sa pendohen i fal të gjithë, se për ne u mishërua, sa do me atin është Perëndi pa fillim. O vëllezër, le ta ulim të gjithë veten tonë me pësherëtima dhe vajtime, le ta vrasim ndërgjegjen, që atëherë ati në gjykim në mshuar të shfaqemi besimtar të pafajshëm, pasi të kemi marrë faljen, sepse atia është me të vërtet prehja, për të cilën tani le të përgjërohemi ta kemi. Andej, prej demin të mrekullueshëm, u aratisën dhimbja, trishtimi dhe pëshertimat e thella,
Atë e dinin e bëri Krishti që me atin është Perëndi pa fillim. Fariseu, duke u mburur për veprat e drejtësisë, u zu mjerisht në lak lavdie boshe, nga që u krenua pa mas, ndërsa doganiri, duke ngritur në krahun e lehtë të përullësisë, u afrua te Perëndia. Doganiri, me qenë se përdori mënyrën e përuljes si shkallë, u ngjit drejt lartësisë së qiejve, ndërsa fariseu mjeran, kur u lartësua me anë të mendje lehtësisë dhe rrëmet e egoizmit, përfundoi në bodrumin e hadhit. Djallëzori përpiqet i vjedhë të drejtët, duke ngritur kurthe me mënyra të rreme e lavdidashjeje, ndërsa e lidh mëkatarët me leqe dëshpërimi. Por ne që e kemi zili doganirin, le të nxitojmë pra të çlirohemi nga të dyja të këqijat. Le të bjem në gjunjë para Perëndis me lutje, lodh dhe pëshertima të nxehta, duke imituar poruljen lartësuese të publikanit, o besnik, dhe duke kënduar i bekuari o Perëndi i jetërve tanë. Duke i këshilluar me mos i mëdhenja nxënësit o Zot shpëtimtar, u parathoshe të mos mendonin lart, por të bashkoheshin me të përullurit, prandaj të thrasim në besnikët, i bekuarie o Perëndi i jetërve tanë. Të njohim o e thjesht si bukurinë e Jakovit dhe shkallën e hynueshme të tendosur nga poshtë drejt lartësisë, të cilën e pa më para ai dhe cila zbret nga sipër Perëndi të mishëruar dhe njëkohësisht ngre lart vdekatar. Një engjëll furun vesprur se e bëri për djem të shënar, ndërsa kaldejn me një urdhër që Perëndia dha, u dogjën krejt. Tirani u bind, prandaj thërret. Je i bekuar ti o Perëndi i jetërve tanë. Në përmjet mendimit të përullur, doganiri, kur pëshertiu e zbuti Zotin dhe shpëtoi, ndërsa në përmjet mënyrës së keqe të gjuhës si fliste me fudullak, fariseu ra nga drejtësia. O shpres plot, le të largohemi nga fryrja e vullnetit dhe nga epiteti pastërtisë së fariseut, duke pasur zilim mirë mendimin dhe përulljen e doganirit, e cila u mëshirua. O shpres plot, le të themi në kishën e shenjtë fjalët e doganirit. O Perëndi, le të vi keq, që tokë me atë të marrim falje, pasi të çlirohemi nga sëmundja e mburrjes së fariseut. Le ta kemi zili të gjithë pëshertimin e doganirit dhe, duke folur me Perëndin me lotë nxehtë, le t'i thrasim. O njeri dashurs, më katuam, o i dhemshur, le të vi keq dhe na shpëto. Perëndia e aprovoi pëshertimin e doganirit dhe pasi e drejtësoi, u tregoi të gjithëve të përkulen për herë, duke kërkuar faljen e pausive nëpërmjet pëshertimave dhe lotëve. Nuk di për krah tjetër përveç teje, ty të vë përpara si ndërmjetuese pranë atij që lindi prej teje, o e lirë e tërpaqërtueshme. Çlirom nga të gjitha ato që më trishtojnë. Ves nxore prej flakës të koshënarët ti, dhe më ujë e dogje flinë të drejtit shenjtë. Vetëm me vullnetin tënd o Krisht, bën çdo gjë ti. Ne në gjithë jetët të përmilartësojmë. Poruljen morur si udhë për lartësim nga Krishti, ndaj zili ta kemi sjelljen dhe shembullin, tipin shpëtimtar të ta gramlesit pra. Larg le ta hedhim burrjen, fryrjen dhe me mendim të përullur, Zotin Perëndi ta zbutim gjithë ne. Ta zmbrapsim budallakun shpirtëror dhe të fitojmë mendje krejt të drejtë përullësisht, ta urrejmë fryrjen e lavdisë së kotë dhe të përpiqemi të mos drejtësojmë veten, por me publikanin le ta zbutim Perëndin Zot. Krijuesit le t'i sillim me trishtim lutje si doganieri, por uratat me krenari farisiane mos me njohen zërin e lartë, pra që të afërmin dënon, le t'i invitojmë që të përfitojmë dritë dhe të zbutim Perëndin. Rëndohem unë nga një mori fajsh të shumta, te kalova doganirin në liksim me bollak, por vetsoj dhe fryrje në fjalë që fariseu kish. Nga çdo an i shkret unë jam, pa të mira, të vi keq për mua, Zoti im. Po lumturinë tënde dënsona pra, ne që për ty në shpirt u varfëruam, se sillim drejt frym të dërmuar, sipas nxitjes që jep urdhri yt, dhe si ta pranosh o shpëtimtari ynë Zot, shpëtona ne që po ta adhurojmë besërisht. Dikur, në tempull u ngjit një doganier me plot besim u lut te Perëndia. U bëj drejt, se me që me lot kishte shkuar, me pëshertim dhe me dërmim në zemër, poshtë hodhi ky tërbarrën e mëkatit, se e zbuti Zotin krejt. Na bëj të lumëroj me himnim, me lavdërime, ne pra që të nderojmë ty denjësisht, ma adhurojmë birin tënd e tërdlir,
mburrja e krishterit dhe ndërmjetuesja, o e vetme e bekuar që të pret mirë Zoti Krisht. Hap me dyert e pendimit o jetë dhënës, se shpirti im vjen që menat te tempulli i shenjtë, duke sjell tempullin e trupit krejt të përlyer, po ti si i dhemshur pastroje me përdollimin tënd të mëshirshëm. Drejtom në rrugët e shpëtimit o ylince, sepse ndota shpirtin me mëkate të turpshme, duke shkuar të rritën time me ngathësi, me ndërmetimet të tua, pastrom për çdo ndyrësie. Përdollim o Perëndi, sipas përdollimit tënd të madh dhe sipas dëmshurive të tua të shumta, shuaje pa udhësinë time. Unë i miri, duke kujtuar mëkatet e shumta dhe të tmerrshme që kam bërë, dridhem nga dita e frikshme e gjyqit, por duke marrë guxim nga mëshira dhe mshurisate, si Davidi po të thërres, përdollim o Perëndi, pas përdollimit tënd të madh. Nuk munden Zotin ta shohin njerëzit, se rreshta e anjësh s'kan guxim ta shohin, veç se nga ti e të lirë, njerëzve ju duk si njeri, fjala me shuruar, e madhështojmë ne dhe të lumrojmë me ushtrit angjëllore tokë ty. Të shmangim fjalë kryelart, të keqen farisiane, dhe të mësojmë për urësit të ndritur doganieri, të ngrihemi duke thirrur drejt Zotit tokë me të pra, për ne shërbyese tu të vikeq, o Krisht, që vullnetarisht linde nga vizhra dhe kryq durove, me veten botën ngrit e ti, o Zot me fuqi hyjnore. O Perëndi lince, nga ti krijuesi i sferës dhe Zoti i të gjithave, mori mish njerëzor pra, nga barku yt i pacenshëm, e tërhimnuar. Natyrën time mbar ky e rinovoi, se ishte prishur keq. Më pas të la siç ishte para lindjes, të gjithë të mburi me besim, ki gaz, lavdi e botës. Le të mos falemi farisianisht o vëllezër, se ai që lartëson veten do të përulet. Le të përulemi si publikani për para Perëndis me agjërim, duke thirrur, ki mëshirë për ne mëkatarët o Perëndi. Fariseu i mundur nga lavdidashja rreme dhe publikani i jepur nga pendimi, të erdhën ty Zotit të vetëm, po njeri duke mburrur u privua nga të mirat, ndërsa tjetri duke mos folur u dënsua për dhuratat. Me këto pëshertima mbështet më o Krisht Perëndi si njeri dashës. Duke njohur ndryshimin midis publikanit dhe fariseut, o shpirti im, urreje zërin kryelart të njerit, por ki zili lutjen me katanikës të tjetrit dhe thirr, o Perëndi, le të vikeq për mua mëkatarin dhe përdallem. Duke urryer zërin mburracak të fariseut o besnik dhe duke pasu zili lutjen me katanikës të publikanit, le të mos krenohemi, por duke përulur veten, le të thërresim me katanikës. O Perëndi, na i fal mëkatet tona. O Zot, e dënove fariseun që e drejtëson të veten, duke mburur për veprat, dhe e drejtësove doganierin që përul dhe kërkonte mëshirë me pëshertim, se ti nuk i pranon mendimet krenare dhe nuk i poshtëron zemrat e dërmuara. Prandaj ne, po të bijem ndërkëmbë me përurësi ty që përsove për ne, jep na ndjesën dhe përdallimin e madh. Amin.